Gabimet në C++. Nga Ismail Dashi. Përshëndetje të gjithëve. Video do të përmban gabimet në C++, me përmbajtje gabimet sintaksore, gabimet logjike, përjashtimet, si dhe manipulime me përjashtime. Gabime. Pavarësisht se sa me kujdes e shkruani programin, mund të bëhen gabime. Gabimet ndodhin në programe kur një rresht kodi ose instruksion bie ndesh me elementet e tjerë të kodit. Në fund të fundit është se programi nuk funksionon siç duhet për shkak të një gabimi. Gabimet e programit në anglisht quhen bug, ship-bub, dhe procesi i zbulimit dhe korrigjimit të gabimeve quhet debugging. Ne e quajmë këtë proces testimi i programit. Testimi është një fazë e rëndësishme në zhvillimin e çdo programi. Për të testuar programet më lehtë dhe më me sukses, çdo gjuhë programimi përshkruan llojet e gabimeve që mund të ndodhin në programin e përdoruesit dhe procedurat për zbulimin dhe eliminimin. Llojet e ndryshme të gabimeve që mund të hasni kur programoni në C++. Ato zakonisht ndahen në kategori bazuar në kohën kur zbulohen. Ndërtimi i programit, përkthimi dhe lidhja. Ndërtimi i një programi është procesi i konvertimit të kodit tuaj burimor, komandat C++ në aplikacion. Në mjediset e zhvillimit, kjo zakonisht reduktohet në shtypjen e një tasti funksioni. Procesi zakonisht përbëhet nga dy faza: përkthimi apo kompilim, anglisht compile, dhe lidhja, anglisht link, me të cilat përfshihen funksionet standarde të shkruara për ju. Nëse këto dy faza kanë sukses, programi mund të ekzekutohet. Nëse ndërtimi ka sukses, as kompajleri dhe as linkeri nuk ka hasur në gabime. A do të thotë kjo që keni mbaruar? Jo. Kompilatori i kap gabimet sintaksore, si dhe gabimet e strukturës së programit, por ka shumë gabime të cilet ai nuk mund t'i gjejë. Testimi i programit. Pasi të keni ndërtuar me sukses programin, duhet ta ekzekutoni për ta verifikuar a bën ai atë që dëshironi të bënte. Nëse është një program serioz, një program që u jepet ose u shitet njerëzve të tjerë, mund t'ju duhet ta testoni shumë herë. Gabimet që kërkohen në këtë fazë janë gabimet logjike të programit. Ata munden janë shumë më të pakapshme se gabimet sintaksore. Le të themi se një program printon një numër të pasakt ose ndalon se ekzekutuari pa ndonjë arsye të dukshme. Cila komandë shkaktoi gabimin? Procesi i testimit dhe eliminimit të burimit të një problemi quhet debugging. Gabimet në kohën kur zbulohen. Nëse programi ekzekutohet si duhet, ju e keni mbaruar. Por nëse ka gabime logjike të programit, duhet të përcaktoni burimin e gabimit, të bëni ndryshime në program dhe ta rindërtoni atë, rebuildi. Kjo do të thotë përsëritja e të tërë procedurave në zinxhir, korrigjimi i kodit, burim, kompilimi, linkimi, testimi. Pasi të përfundon shkrimi i kodit burim, ai ruhet në failin e kodit burim në disk apo chip. Këtij faili zakonisht i lihet një emër që ka ndonjë kuptim, për shembull për kodet të shkruar, në C++ zakonisht për shembull prog.C++ e tjerë. Më pas pason përkthimi i kodit burim. Në mjedisin zhvillues të integruar d, për kompilim fillohet me shtypjen e ndonjë tasti në tastier ose zgjedhja e ndonjë opsioni nga menut të dritarës së programit. Nëse përkthyesi kompaileri nuk është i integruar, lidhja linkimi është diçmë më e ndërlikuar. Kompaileri gjatë përkthimit vërteton sintaksën e shkruar të kodit burim dhe në rast se vëren gabime shtyp mesazhe përkatëse mbi gabimet, respektivisht vërejtje, warnings. Gabimet që i lajmëron kompaileri quhen gabimet në kohën e kompailimit, anglisht compilime errors. Pas kësaj programeri përpiqet t'i përmirëson të gjitha gabimet e dhëna dhe përsëri të kompilon kodin burim. Përderisa kompilimi i kodit burim të përfundon me sukses, nuk mund t'i qaset linkimit të kodit. Me përkthimin e kodit burim fitohet faili me kod objects, anglisht objects code, i cili mund të njihet lehtë me atë se ka prapashtesën obi, për shembull prog obje. Pasi të përmirësohen të gjitha gabimet të vërejtuar me rastin e kompilimit dhe kodi në rregull të kompilohet, i qaset linkimit të kodit objekt në ekzekutues. Në shumicën e rasteve kodit objekt të fituar me kompilimin e kodit burim duhet të lidhet me bibliotekat ekzistuese, anglisht libraries. Bibliotekat janë fajla në të cilet ndodhen funksione të gatshme të përkthyera ose të dhëna. Këto vijnë me përkthyes, munden si të veçanta të blihen ose programeri mund vetë t'i zhvillojë. Me rastin e kompilimit vërtetohet se a mund kodet e thirrur të realizohen në kod ekzekutues. Nëse linkeri gjatë linkimit vëren ndonjë pareguesi, shkruan mesazhin mbi gabimin dhe pamundëson gjenerimin e kodit ekzekutues. Këto gabime quhen gabime gjatë lidhjes, angl. Link time errors ose linker errors.
Tani programeri duhet kushtuar korrigjimit të gabimeve që janë shkaktuar gjatë linkimit. Pasi të korrigjohen gabimet, kodi sërish duhet të kompajlohet dhe lidhet. Me lidhje linkim të suksesshëm fitohet kodi ekzekutues. Megjithatë, kodi i tillë ekzekutues akoma nuk garanton që programi punon ashtu siç e kemi paramenduar. Për shembull, mund të ndodhë që programi të punojë drejt për disa vlera, por për të tjera të sillet jo drejt. Në këtë rast fjala është mbi gabimet gjatë ekzekutimit, anglisht rrumtime errors. Gabimet më të shpeshta. Kur shkruani një program mund të ndodhë një gabim shkrimi. Gabimet mund të jenë logjike dhe sintaksore. Kompajleri C++, si G++, Clang, SVS e tjerë do të zbuloj gabime sintaksore, por nuk do të gjej gabime logjike. Gabime sintaksore. Sintaks është një grup rregullash që duhet të respektohen gjatë përdorimit të një gjuhë të caktuar programimi. Gabime sintaksore janë gabime për të cilët debugger paralajmëron dhe nuk do të lejojë që aplikacioni të funksionojë derisa të hiqen. Në vazhdim do të japim shembuj të zakonshëm të gabimeve sintaksore në C++. Mungesa e pikpresjes. Për shembull, le të shohim programin e mëposhtëm. Për këtë program, kompjuteri raporton në dritaren output, dritarja e rezultateve, nëse programi është kompiluar me sukses ose nëse ka pasur gabime sintaksore, si më poshtë. Në këtë shembull, programi ka një gabim. Teksti. Jep emrin e plot të fajlit dhe numrin e rreshtit në program, këtu rreshtitet ku ndodhet gabimi. Tekstis 2143 është etiketa ose kodi për këtë lloj gabimi. Duke përdorur atë kod, mund të gjeni lehtësisht më shumë informacion në internet në anglisht për këtë lloj gabimi. Çfarë është, si mund të ndodhë dhe shpesh një shembull i shkurtër dhe i thjesht, një program në të cilin shfaqet ky gabim. Shpjegimet që gjeni në këtë mënyrë ndoshta do të jenë më të dobishme për ju pasi të keni fituar pak përvojë. Në fund teksti. Teksti syntax error, missing, before, i mungon, përpara e jep një shpjegim të shkurtër të këtij gabimi, i cili ju ndihmon të dalloni dhe korrigjoni gabimin. Në EVS klikoni ES 2143. Ky tekst do të thotë se nga të gjitha projektet përkthimi të cilëve u kërkua, 1 ishte i suksesshëm, 0 ishin të pasuksesshëm dhe 0 ishin anashkaluar bërë më herët. Me pak fjalë, projekti juaj i vetmi është përkthyer me sukses. Nëse, për shembull, nëse në vend të karakterit pikpresjes, shkruani 2 pika. Në këtë shembull, programi ka një gabim. Teksti. Gabimi është i të njëjtit lloj, sepse gjatë leximit të programit nuk haset karakteri i pritur, por një tjetër. Kjo është arsyeja pse kodi i gabimit është i njëjtë 2143. Megjithse gabimi tani zbulohet një rresht më herët dhe në vend të klapave tani kemi 2 pika. Mund të ketë më shumë se një mesazh gabimi të tillë. Çdo mesazh gabimi sintaksor përmban këto pjesë. Vendi në program, emri i fajlit dhe numri i rreshtit ku ndodhi gabimi. Kodi i gabimit. Një përshkrim i shkurtër i gabimit, i cili së shpejti do t'ju mjaftoj për të kuptuar se për çfarë bëhet fjalë. Me mesazhe të tilla, kompjuteri ju tregon se një pjesë e caktuar e programit nuk është shkruar saktë dhe për këtë arsye nuk është e qartë. Këto mesazhe shërbejnë për ta bërë më të lehtë për të parë se çfarë nuk shkon me programin dhe për ta korrigjuar atë më vonë. Shembull, harresa për të përfshirë fajlat e nevojshëm header për funksionet ose objektet standarde që përdorni. Identifikatori i padeklaruar, përdorimi një variable ose emri funksioni që nuk është deklaruar në dukshmërinë aktuale. Gabime më të shpeshta të tjera sintaksore. Si ti rregulloni gabimet në kohën e kompajlimit? Gabimet në sintaks janë më të lehtat. Këto janë gabimet që duhet i korrigjoni në kodin e programit tuaj për të kompajluar me sukses një program. Kur korrigjoni, fokusohuni gjithmonë te gabimi i parë i raportuar, pasi është e mundur që korrigjimi i tij të zhduk disa gabime të tjera të raportuara.
Nëse nuk I kuptoni disa gabime, mundeni, pasi të korrigjoni të parin, ta përktheni përsëri programin. Do të shfaqet një listë e re gabimesh, e cila duhet të jetë më e shkurtër. Lexoni me kujdes mesazhin e gabimit të kompajlerit. Zakonisht tregon për failin dhe numrin e lerreshtit ku zbuloi problemin dhe jep një përshkrim, ndonëse ndonjëherë I fshet. Përmisone kodin sipas sintaksës C++ dhe rregullave të tipit. Gabime në ekzekutimin e programit. Kodi kompilohet dhe lidhitet me sukses, por diçka nuk shkon mirë gjatë ekzekutimit. Programi ekzekuton komanda që nuk mund të ekzekutohen, si për shembull përpjekja për të pjesëtuar me 0, gjetja e llogaritmit të numrit negativ, rrënja katrore e numrit negativ. Etjer këto janë operacione që kompjuteri nuk mund t'i kryej ose kushte që programi nuk është I përgatitur t'i trajtojë. Këto shpesh çojnë në rrënje përplasje ose përjashtime. Gabimet e kohës së ekzekutimit zakonisht quhen bugs dhe shpesh gjenden gjatë procesit debugging të korrigjimit përpara se software-i të publikohet. Shembull, kryerja e pjesëtimit të një numri të plot me 0. Shënim, këto lloje gabimesh janë të vështira për t'u gjetur pasi kompajleri nuk tregon rreshtin në të cilën ndodh gabimi. Gabimet logjike. Gabimet logjike të programit, shpesh të quajtura gabime logjike, janë gabime që I zbuloni pas kompilimit, ekzekutimit dhe testimit të plot të programit tuaj. Kodi bën atë që I keni thënë të bënte, por jo atë që keni menduar të bënte. Në këtë rast, debugger nuk mund t'ju ndihmojë. Nëse shkruani x barazi 7 dhe y barazi 3 dhe më pas thuani zx plus y, shuma e dy vlerave, dhe në vend të kësaj e shkruani z barazi x minus y, kur printoni z paraqet ndryshimin në vend të shumës së këtyre numrave. Debugger nuk do të lajmëron gabimin dhe si të rregullt do ta ekzekutoni kërkesën. Natyrisht, rezultati në këtë rast nuk do të përmbush pritshmërinë tonë. Shembull, gabimi logjik. Eliminimi I gabimeve logjike. Kontrollimi manual I vlerave të fituara është mënyra e vetme për t'i kontrolluar ato. Gabimet logjike të programit shpesh quhen gabime logjike. Janë gabime që I zbuloni pasi të keni kompajluar, ekzekutuar dhe testuar plotësisht programin tuaj. Korrigjimi mund të marrë kohë, veçanërisht në programet komplekse. Këto gabime shpesh lindin nga keqkuptimet e kërkesave, algoritme të pasakta ose gabime delikate në rrjedhën e kontrollit. Në kompanit ku punohet në projekte të mëdha, kanë programerë të cilët mirën vetëm testim të programeve. Ne I quajmë ata testues. Puna e tyre është më e vështira dhe kërkon njohuri të gjerë. Ata madje bëjnë programe që shërbejnë vetëm për të provuar, testuar programin tuaj ose pjesë të një programi të ngjashëm me klasën. Që të zvogëlohen gabimet logjike të programit dhe gjetjen më të lehtë të tyre, rekomandohet që në programe të vendosen logjika të kontrollit, siç është testimi I vlerave kufitare të dhënave, testimi I futjes korrekte të dhënave ose ndarjen e të dhënave sipas vlerave, radhës dhe numrit, përcjelljen e ekzekutimit të algoritmit me dhënien e mes rezultateve të përpunimit të moduleve të veçantë, programor e të ngjashme. Përjashtimet. Situata kur programi nuk mund të kryejë ekzekutimin në rrjedhë normale, për shembull, përpjekja për me pjesëtu me 0, por duhet ndërprer ekzekutimin dhe të vazhdojë operacionin me seksione të tjera të programit. Në vend të ndërtimit të mekanizmave vetjak për përpunim të përjashtimeve, C++ e ofron mekanizmin për manipulim të përjashtimeve, exception handling. Përjashtimi exception definohet si ngjarje në kompjuter të cilat pamundësojnë vazhdimin normal të ekzekutimin e programit, për këtë kërkohet përpunim I veçantë. Me rastin e detektimit të përjashtimeve, programi e ngrit një përjashtimin raise an exception. Ekzekutimi I programit ndërpritet, ndërsa përjashtimi I dërgohet rutinës për tu këndjellur prej përjashtimit exception resolver routine. Një përjashtim është një gabim që mund të parashikohet, por nuk mund të shmanget. Një përjashtim është një ngjarje e pazakontë gjatë ekzekutimit të programit, e cila ndërpret rrjedhën e pritshme normale të ekzekutimit të programit dhe kërkon vëmendje të veçantë. Në formën më themelore, ndaj përjashtimeve mund të reagohet duke kaluar mesazhe të thjeshta me tekst që ka ndodhur një gabim, por mesazhet gjithashtu mund të formatohen si objekte që përmbajnë një përshkrim të detajuar të rrethanave që quhen në shfaqjen e gabimit, do me thënë, informacion shtesë për natyrën e gabimit. Manipulimi I përjashtimeve. Çfarë ndodh kur një modul programi në rutinë zbulon ndonjë gabim, të themi, pa memorie ose pjesëtim me 0? Programerët kishin të disponueshme dy strategji bazë. Ndërprerja e ekzekutimit të programit. Ndërprerja e programit një herë nuk është keq, por të ndërpritet sa herë që ka ndonjë parregullsi të ndodh, tashmë është një problem I madh. Të bën disa korrigjime me njoftim të mundshëm të përdoruesit për problemin. Prandaj, nën programi duhet të njoftonte modulin që e thirrri atë se nuk arriti të kryente punën e tij. Ky mund të jetë dashur ta informojë modulin e thirrësit të tij e tjerë.
Bloku provokap. Në mënyrë që përjashtimet, të cilat krijohen nëse ndodhin gabime gjatë ekzekutimit të funksioneve, të përdoren në mënyrën e duhur, është e nevojshme të përdoret bloku trajkeaq. Është me sa duket një lloj degëzimi në program me një sintaks të ngjashme me blokun standard if else, të cilin e keni hasur shumë herë deri tani, por në fakt është një sintaks e specializuar për pranimin dhe përpunimin e përjashtimeve. Le të shohim skemën e ekzekutimit të blokut trajkeaq. Fjalë kyçe trajkeaq shkojnë në çifte. Në blokun try, renditen komandat e përgjithshme për përpunimin e të dhënave në kuptimin praktik. Pyetja është, çfarë duhet të ndodhë nëse nuk ndodhin gabime? Megjithatë, kuptohet që midis komandave të listuara ka një kod programi që, në rast gabimi, gjeneron një përjashtim. Bloku cac liston komandat që do të ekzekutohen në rast se një nga komandat nga bloku try krijon një përjashtim. Nëse nuk ndodh asnjë gabim në ndonjë thirrje brenda blokut try, bloku cac nuk do të ekzekutohet fare, do të anashkalohet. Nëse ndonjë nga komandat nga bloku try kthen një përjashtim, ekzekutimi i komandave nga bloku try ndalet menjëherë dhe kalohet në blokun cac. Paraqitja e komandës throw konceptualisht është shumë e ngjashme me komandën return në funksione. Shqyrtoni shembullin e mëposhtëm. Shpjegimi i shembullit. Ne përdorim blokun try për të testuar blokun e kodit. Nëse variabla e mosha është më e vogël se 18, ne do të hedhim një përjashtim dhe do ta trajtojmë atë në blokun ton cac. Në blokun cac, ne kapim gabimin dhe bëjmë diçka për të. Komanda cac merr një parametër. Në shembullin ton ne përdorim një variabël int numri sepse po hedhim një përjashtim të tipit int në blokun try mosha për të nxjerrë vlerën e moshës. Nëse nuk ndodh asnjë gabim, për shembull, nëse mosha është 20 në vend të 17, që do të thotë se do të jetë më e madhe se 18, bloku cac ka përcehet. Shembull, ju gjithashtu mund të përdorni fjalën kyçe throw për të nxjerrë një numër referencë, si një numër kod gabimi të personalizuar për qëllime organizimi, 505 në shembullin ton. Shembull, pjesëtimi me 0. Në C++, pjesëtimi me 0 është sjellje e papërcaktuar për llojet e numrave të plot, dhe zakonisht rezulton në një gabim ose një përjashtim që ngrihet. Për llojet me pikë lëvizëse të tilla si float ose double, pjesëtimi me 0 nuk shkakton një rënje, por rezulton në vlera të veçanta infinity të 754. Shembull, bloku trycac i cili përdoret si një mekanizëm për kapjen e përjashtimeve. Në C++, një pjesëtim me 0 mund të çojë në sjellje të papërcaktuar, shpesh duke rezultuar në një gabim ose përjashtim në kohën e ekzekutimit. Sidoqoftë, C++ nuk bën përjashtime për pjesëtimin me 0 siç bëjnë disa gjuhë të tjera. Në vend të kësaj, ju duhet të kontrolloni për mundësinë e pjesëtimit me 0 në mënyrë të qartë. Shembull me më shumë throw. Nëse do të shkruajmë një funksion që kthen perimetrin e një drejtkëndëshi, nëse janë dhënë brinjët. Gjithçka do të jetë mirë nëse futen vlera të tilla si 1 dhe 2, megjithatë, si saktësisht duhet të reagojë programi nëse futen vlerat për shembull 1 dhe 0 ose 2 dhe -2. Në rastin e parë fitohet rezultati 2 që duket i mirë, por është rezultati i arritur në rrethana të dyshimta, ndërsa në rastin e dytë, vetë vlera që kthen funksioni 0 është jashtëzakonisht e diskutueshme. Krijimi i përjashtimeve për funksionin llogaritja perimetrit. Nëse ndodh një gabim brenda funksionit të përdoruesit llogaritja perimetrit, thirret funksioni i specializuar throw. Programi kryesor.
Rezultatet e tjera të testimit të programit. Mesazhi, përpunimi shtese, që mund ta shihni në kod, praktikisht sugjeron që në situatat ku ndodhin përjashtime dhe ne I kapim ato përmes bllokut CAC, ekziston mundësia e përdorimit të komandave që, nëse është e nevojshme, e drejtojnë programin në një mënyrë të përshtatshme. Për shembull, është e mundur të kërkohet futja e të dhënave të reja, pezullimi I ekzekutimit të programit ose diçka tjetër.